E dhimbshme, momentet e fundit të shpat ka sapit me djalin e tij në krah. Artisti i njohur shqiptar Shpat Kasapi ka ndërruar jetën në moshën 40 vjeçare pas një sulmi në zemër. Lajmi tronditës e ka bërë të ditur familjarët, ndërta dhe ish bashkëshortja e tij Selvia, e cila ka treguar se ngjarja e rëndë ka ndodhur në Itali, vend ku ata po qëndronin për trajtimin shëndetësor të djalit të tyre. Është vetë Selvia ajo e cila ka shpërndar edhe një video të shpatit me djalin e tyre, Roelin, derisa këngëtari e mban në krah edhe e argëton. Selvia tha se shpati dish në duart e saj. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.